Fredi Bellerit bëj kujdes, se do të vi një ditë, do të vi një orë, mos nga drejtësia, nga vetë drejtësia. Nuk treme me, ka që them Fredi Bellerit, bëj kujdes. Sa do i fuqishëm djetë, po prap ka njerës. Ka dhe Avni Rustemi të dytë, ka që them Fredi Bellerit, do të ketë një përballë një Avni Rustemi të dytë. Shumë shpejt do të ketë dhe vetë gjysi, se shpresa po unë në drejtësia. Fredi Belleri mund të marri si qesharake këtë, ose shumë Freda Bellera. Mund të marri një qesharake këtë, po i them edhe sërisht, do të ketë përballë një Avni Rustemi të dytë, se kështu nuk shtyhet me. Kush është ky person? Kjo është politika jonë, kriminalin e bajnë hero, edhe heroi bëhet kriminal, dhe ju mbas në çdo lloj gjurme herojt. Miq të Piskut, ju përshëndesim. Ndodhemi në qytetin e bukur dhe me njerëz punëtor të Lushnjës. Jemi me zotërinë e nderuar Armend Qapi, ish ushtar i ngjarjes masakrës së 10 prillit 1994, masakrë që akoma sot e kësaj dite prej vitesh në Shqipëri nuk ka gjetur drejtësi. Dhe siç e kemi thënë gjithmonë në kanalin Pisk, duke ngritur zërin për këtë shqetësim, për këtë ngjarje që ka ndodhur atje, ku shumë familje shqiptare kërkojnë drejtësi dhe shumë shqiptarë që ndoshta nuk kanë lidhje në mënyrë direkte me atë ngjarje atje, kërkojnë drejtësi. Dhe në këtë ditë ku jemi fushat, shohim që autori i asaj ngjarje, Fredi Belleri, vazhdon kryen fushat edhe si eurodeputet. Zoti Armend, faleminderit shumë. Përshëndetje. Për kohën tuaj. Respekte. Do doja që të rikthenim edhe një herë. Unë e di që ngjarja e asaj dite atje është gjithmonë në përkujtesë të ditës tuaj sa herë që zgjoheni. Ajo, jo sa herë që zgjon, po edhe sa herë që fle, ajo ngjarje nuk e harroj, nuk e harroj kur sa të jem dhe të rroj. Me fjalë, më ka ngel në mendje, më ka ngel kudo me fjalë. Nuk e di me fjalë, pse nuk zbardhet kjo çështje. Pse hesht drejtësia shqiptare? Kush fshihet pas drejtësisë? Kur Fredi Belleri ishi kapur me armët tona, kur Fredi Belleri erdhi për zdyti në Longo, u kap me armë. Pse drejtësia hesht? Pse nuk e rihap çështjen? Ti marr edhe një herë nga e para me fjalë. Kush fshihet? Kush e dha urdhën që ne të ishim pa armë? Kush e dha urdhën që ne të ishim pa fishek? Pse na thirrën atëherë kur pse na thirrën ushtar me fjalë, në atë kohë me fjalë, kur nuk kishte nevojë për ushtar ose për të bërë këto masakrat. Kur ushtari Arsen Gjini dha shpirt para meje, që unë se harroj. Pse hesh sërish drejtësia? Pse s'na thret prokuroria ta rihapi çështjen? Edhe Spaku. Me qenë që shpresat ishin të paktën të ky Spak me fjalë që prisim një diçka më të madhe. Pse heshtin? Pse fshihen këta pas atyre? Ju para disa ditësh në ujtimore të 10 prillit, asaj ngjarje që ka ndodhur atje, ishi duke protestuar përpara dyerve të Spakut. Çfarë ndodhi atje? Po, pati ndonjë reagim, a ju mirëpritët, futet? Asgjë, biles përkundrazi na erdhi dhe policia e shtetit na tha që të largoheshim, mos rrinim aty përballë, se pengonim kamerat, kur edhe mediat nuk flasin për këtë çështje. Po edhe mediat merren me ca gjëra të kota me fjalë, jo të merren me këtë çështje që është një çështje serioze me fjalë, kur aty ka rrezikuar jetë mijëra ushtar, qindra ushtar, është ulur autoritetit shqiptar me fjalë. Nuk e di, është shumë me fjalë. Kemi marrë kërcënime. Edhe pse flasim me fjalë, pse seshtim. Kemi marrë. Ju vetë personalisht keni marrë kërcënime? Po, ka marrë edhe unë personalisht, ka marrë kërcënime edhe nga familja, edhe nga kushdo. Nuk shoh me fjalë ndonjë reagim ndaj shtetit me fjalë. Çfarë konkretisht dhe nga kush? Nga personat me fjalë të pandentifikuar me fjalë. Na kërcënojnë nga familja. Pse na thonë që jemi partijak, unë nuk jam partijak, unë jam një njeri që kam jetuar atë natë. Nuk jam se vi nga një parti apo tjetrën. Nga partit jemi të gjithë zgënjur me fjalë, ne duam të zbardhet kjo drejtësi. Le të kalojmë pak të zhvendosemi tek ajo natë, 10 prill në mesnatë. Po. 1994. Ju keni qenë prezent aty në atë masakër. Po. Çfarë ka ndodhur këthe? Erdhën 7 personat maskuar.
që ato zera Në shtëpi, pra në postën e Gjirokastrës. Po, në peshkpi. Unë nuk e harroj atë natë me fjalë, atë ngjarje, sa të jem dhe të roj, dhe të 7 personat na rresun si kur t'ishim një tuf me dele, jo t'ishim njerëz, na kërcënuan, gjujtën me armë, na thoshin që ky vend këtu është vorje pirë, mos harroni, ne jemi që 1914, ne këtu ashtu me fjalë, do ta kujtojmë sa herë këtë. Dhe na mblodhën me fjalë Folën shqip apo greqisht? Edhe greqisht edhe shqip, biles isha edhe për gjumër si unë dhe të gjithë ushtarët e tjerë me fjalë, se ishte një që spritesh me fjalë, ishim gjithë gjumë, unë ngrita për gjumësh dhe në moment që ashtu shikoj dikë me fjalë dhe më drejton armën. Drejton armën, më vën në barkë edhe më thotë që ku janë armët. Nuk e di, thash, jo se s'doja të tregoja sekretin ushtarak, po nuk e dija në realitet. S'kishte. Ju nuk ishit armë atë natë? Ne s'kemi pas asnjëherë në armë. Ne kur kemi vajtur si fillimisht, nuk na ka dhënë fare armë, po na ka dhënë një cop hu. Vetëm një cop dajak, një dru. Thjesht sa për të thënë që kishim vajtur. Sa ushtar kanë qenë? 132 ushtar. 132 ushtar. Për sa kohë keni qenë shërbim në atë zonë, në atë pikë? Për 1 muaj gjysmë. 1 muaj gjysmë. Ishte garantina. Aty kryosh garantina që e para nuk lejohet garantina në kufi, e dyta nuk lejohesh pa armë, e treta nuk lejohesh pa ushtar të vjetër. Ju keni qenë gjithë të ri, keni qenë aty? Të gjithë ushtarët e rinj. Dhe në ato momente me fjalë na erdhën 7 personat, na në gjuanin, thoshin ky vend është vorje pirë, ky vend mos harroni ne jemi që 1914. I gjujtën ushtarit Arsen Gjini, i gjujtën komandantit, cili komandanti tha s'keni me mua, s'keni punë me ushtarit, janë 9-18 vjeç, nuk lejohet me fjalë të gjush me një, se ne qushim fëmijë. Në moment që s'ke mush 18 vjeç, kishte ushtar që s'kishin mush 18 vjeç. Sa vjeç keni qenë ju atë kohë? Edhe unë si kisha mushur 18 akoma. Edhe ishte një tmerr. Sa zgjati gjitha kjo? Kjo zgjati rreth gjysmore. Gjysmore. Pak a shumë se presion, dhunë fizike. Po, nga më të ndryshmet, Derisa përshkallëzoj pastaj në përdorimin e armëve. Armët janë përdorur në një distancë të afërt? Shumë të afërt. Armët janë përdorur në shumë distancë afërt. Në moment me fjalë kur roja i bëri ndales, ata i dini të gjithë sekretin me fjalë, e dini që ne ishim pa fishek. Roja si i gjuajtën direkte me fjalë një. Pra kanë pasur të infiltruar, kanë pasur informacion nga brenda. Po, çdo gjë vjen nga brenda. Nga brenda. Gjithmonë kalaja themi ne shqiptarët, pos pati një të brendshëm nuk rrëzohet kurrë. Edhe ata kishin, i dinin dhënat më mirë nga ne që ishim ushtar. Me fjalë, dikush i jep të komplet këto dhënat. Derisa na lejuan pa armë, do të thotë me fjalë që kjo ishte e prekatitur, e para prekatitur. Prekosh, se s'kishte mundësi me fjalë 7 persona, sa do të ishin të armatosur me midis 132 ushtarëve. Ju përpara kësaj dite që ndodh dhe kjo, a keni pasur le të themi ngacmime të tjera, provokime të tjera, ngjarje të tilla? Jo. Ne s'kemi pas, ne kemi qenë shumë qetë. As kishin lidhje, as kishin dijeni. Ne si ushtar as dinim se çfarë. Do dohet na tregoj disa detaje tjera për sa i përket ngjarjes atë natë. Çfarë ndodhi tjetër aty? Arseni po dilte na dhoma në atë moment dhe direkt e gjuajnë, pas një paralajmërim. E gjuajnë dhe në vend e plagosin dhe rezistoj diku 10 minuta. Dhe në moment jep shpirt. Ju afruat pranë Arsenit? Ishin gjithë grumull, pa ditur se kush dhe qysh. E pashi i kishte rënë si të fikët, e pandesë kur i kishte rënë të fikët, ja pa gojën, i dhash frymën, e vura para vetes këtuja, dhe në moment me fjalë, aty u lorosa gjithë gjak, në moment që i dhash frymën, ja beri vetëm njerë, edhe në ai moment, çdo gjë me fjalë, mbaroi për Arsenin. Jo për Arsenin, po për gjithë ne mbaroi ajo. Po me komandant Fatmir Sheun? Komandanti me fjalë i tha keni ç'keni, e keni me mua, janë Pra ndodhi kjo me Arsenin, më pas u mor me pjesën tjetër? Me komandantin Fatmir Sheun, po. Komandanti tha që s'keni punë me ushtarët, janë 18 vjeç,
çdo gjë, çka keni e keni me mua. Ja të më keni këtuja, mos i luni ushtarët. Dhe në atë moment me i fje gjun edhe komandantit. E vrasin edhe komandantin. Edhe direkt e ushtri për tokë. Na erdhen atje na fjetim, pastaj na mlodhën të gjithëve. Morën armët e shërbimit, ishin 18 armët. Morën armët e shërbimit, morën një kapter në peng, edhe nëse ju na ndiqnin e do ta vrasim dhe në moment ikin, sikur si kishte pa hyrë një gjem në kem. Pa hyrë një gjem në kem. Ata kishin armë me qëllim që të vrisnin apo për shkak të rezistencës tuaj ato shkallëzuan pastaj edhe në përdorimin e armëve? Ata kishin qëllime shumë të mëdha me fjalë. Më të mëdha se kaq. Më të mëdha. Ne u neutralizuam komplet. Nuk kishim mundësi me fjalë që ne të reagonim. Dhe ata bën shitje shikefi me neve. Na të merron. Nuk gjej dot më fjalë që të flas, nuk di çfarë të them për atë ngjarje. Aq në mendje më ka ngelur dhe nuk e di. Për sa kohë pastaj erdhën autoritetet e tjera shqiptare, ambulanca, Qa erdhën? policia? Qa autoritetesh? Nuk e di ekzistojnë autoritetet shqiptare apo jo. Duam atë se çka ka ndodhur atë natë. Kur erdhën? Nga ora 1 kërkuam ndihmë edhe në fshat. Të banorët e zonës kërkuam ndihmë me fjalë si shpëtonim shokët të plagosurit. Asnjës na erdhi në ndihmë. As banorët e zonës? As banorët e zonës. Si ka mundësi? Çfarë thoshin? Gjithë, mbas edhe në banorët e zonës dikush ka dijeni shumë me fjalë në banorët atë po. Pavarësisht se nuk flitet, po dikush dinte edhe nga banorët e zonës aty. Ka pasur informacion që do të thotë kjo? Po, patjetër. Shqiptar. Po shqiptar. Pa quajmë vori priot. Do t'i quajmë vori priot, por mbi gjitha janë shqiptar. Në moment që jeton në një vend, nuk ka lidhje se çfarë je. Ndihmë mund t'i japësh dhe një njeriu rrugës. Kur tjetri të vjen në shtëpi troket për ndihmë. Nuk ka të thotë je grek, je shqiptar, je gjerman apo je angles. Do të thotë që je njëri mbi të gjitha. Tek ato dyre që ju trokitët? Asnjëri. Edhe derisa arritin në mëngjes me fjalë erdhi duke lajmëruar njëri pas tjetrit derisa vajtëm në polici me fjalë lajmëruam. Pastaj erdhi reagoi shteti shqiptar por shumë vonë. Shumë vonë. Po të kishte pas ndihmën e shpejt mund të shpëtonin në çdo gjë me fjalë. Domethënë ata që erdhën, 7 personat, 7 bandat që erdhën që sulmuan, nëse nuk do u mjaftonin me kaq ju nuk do të ishit më. Po. 130 mund na vrisin të gjithë. Mund t'ju vrisin të gjithë. Gjithëve. Nga mos reagimi i shtetit, nga të gjithë ndoshta kanë qenë të informuar që të mos vetëm shteti s'mund të thoshë se po të thosh shtet, nuk lë shteti pa armë. Kur ke detyrimin e ushtrisë, që detyrim, është i detyrueshëm ushtria ta bësh, shteti shqiptar nuk duhet na lindë ashtu. Edhe baktia nuk lihet pa një çoban. Ne ishim bakti pa çoban. Po e krahasoj veten aq ult, sa aq ult na la shteti shqiptar. Goditën ushtarin Arsen Gjini, komandantin, plagosën dhe 3 të tjerë. Morën një kaptere, morën peng, në rast se nëse ne do t'i ndiqim, ata do t'a vrisin dhe do t'a shumë me vjallë. Gjithë ne ishin me rrurë se kishim mendjen me vjallë që që mbase dhe ka bim këj me vjallë që duhet ishin ndjekur ata, 7 personat. Ju nuk i ndoqën? Nuk i ndoqën dot. Nuk i ndoqën dot se po merreshim edhe me të plagosërit, po merreshim edhe me të vrarët dhe ishin komplet me rrurë me vjallë. Nuk ishte se ne kishim mendjen me vjallë, nësa sot, po t'ishja sot me këto mend, me këto ka shumë. Dija qa flisja dhe dija qa do beja. I vetëm. Do i dile ballë edhe i vetëm? I vetëm i dilja dhe i vetëm i ballë. Ato 7 personat ju identifikuat kush ishin? Ata 7 persona erdhën edhe pas një viti erdhën më mbrapa në Longo, në një repart tjetër, të cilët i diktuan
i ndoqën, shteti lajmëroi shtetin një kapën ku Fredi Beleri është kapër me armë në peshkpisat, është kapër me makinë me armë. Si mund mulosh diellin me shosh me fjalë? Kur mediat greke, kur policia greke ka kapër Fredi Belerin, kur Fredi Beleri e ka deklaruar që unë e kreva misionin tim me fjalë, që ishte i lidhur me fjalë me këtë çështje, unë e kreva misionin tim. Kur një njeri që e thot vet, ose një njeri ka deklaruar vet, ose mediat tëra në Greqi e kanë shumë me fjalë. Çfarë fakte do më ky shtet? Çfarë fakte pret më? Çfarë fakte të reja do më? Kur ky Fredi Beleri ka ndjekur simbolet, është një anti-shqiptar. Si arriti ky me fjalë? Na një hidroliku arriti 1 eurodeputet. Si lejohet nga pala shqiptare ky një anti-shqiptar me fjalë hyn kandidon dhe bën ç'të doj këtu ja. Biles na ka futur edhe njerëz që na kërcënojnë. Fredi Beleri vet. Fredi Beleri. Tani në këtë kohë, pas ngjarjes. Po, edhe më mbrapa, unë ka folur kush e di sa herë me fjalë, gjithmonë ka marrë kërcënime. Na familja. Biles dhe familja më thot sa herë me fjalë që të hej dorë nga ajo me fjalë. Të rrigjë. Unë nuk tremem prapë. Edhe pse ka marrë kërcënime, unë nuk tremem. I kam bërë ballë dhe do t'i bëj ballë deri në punë, sa ti më të rroj. Fredi Beleri të bëj kujdes. Bëj kujdes. Se do t'i vi një ditë. Do t'i vi një orë. Mos nga drejtësia, nga vetë drejtësia. Nuk treme me. Ç'kishte për të bërë bëri, edhe unë ç'kisha për të bërë bëra. Lëndine e ime për marona avash avash. Ka që them Fredi Belerit. Bëj kujdes. Sa doj fuqishëm djetë, po prap ka njerës. Ka dhe Avni Rustemi të dytë. Ka që them Fredi Belerit. Do të ketë një përballë një Avni Rustemi të dytë. Nuk treme nga kërcënimet që Fredi Beleri më dërgon. Nuk ishte them vetëm me fjalë, po do vi një orë. Po se reagoj drejtësia, do reagoj dhe unë vetë. A mendojnë se është momenti që të ketë një Avni Rustemi të dytë? A që mendoj kam prekosh, kam 31 vjetë që unë e mendoj. Që të shiko shokun dhe të lërose shtu gjithë gjak, të japësh frymën e fundit, e di ç'do të thotë. Edhe drejtësia koma e heshtë, edhe drejtësia fshihet. Drejtësia ka frikë, flas. Drejtësia ka frikë të hapë edhe njerë dokumentat. Drejtësia për prish faktet. Çfarë fakte do më? 31 vjetë, çfarë do më? Kur ky Fredi Beleri ka grishur flamuri, ka sharë për shqiptarët. Mos themi sa mund këqia i ka bërë këtij vendit. Si mund ka dindote një hale, më falë për shprehjen, po një hale, si mund ka dindote në Himar. Kush fshihet pas Fredit Belerit? Po sot e shohim që vazhdon akoma bën fushat, edhe pse jemi në ditët e fundit të fushatës. Po sot krah për krah me deputetët tanë apo me gjithë përfaqësuesit e partisë me fjalë demokratike pavarësisht sa, po Fredi Beleri bën fushat, kjo do thotë që dikush aty ka gisht. Ju mendoni se ka qenë organizuar në bashkëpunim midis shtetit grek dhe shtetit shqiptar? Është e pamundur me fjalë që të marrësh të merrje postën e peshkpisë 7 persona me 132 veta. Si nuk pas ka gisht shteti shqiptar? Si nuk pas ka gisht shteti shqiptar kur e marka ushtar dhe i laka pa armë? Si ishe mundur kjo gjë? Dhe ku është drejtësia? Kur atje kanë humbur njerëz jetën, kur atje janë plagosur, kur atje njerëz kanë ngel të terrorizuar. Unë s'ka natë, s'ka ditë, s'ka orë me fjalë që se mendoj atë qast me fjalë. Nuk më hiqet në mendja. Nuk më hiqet në mendja. Ju thatë që në sulmin ose në regresionin e dytë që këta erdhën, që u arrestua dhe Fredi Beleri, si e lidhni që ka qenë po Fredi Beleri edhe në rastin e parë, në ngjarjen e Peshpisë? Si nuk lidhet kjo? Ju e keni parë në fytyra ata, kanë qenë të maskuar? Në Peshpi erdhën dhe të maskuar, pa i zej i Fredi Beleri sa tje me të roj, unë nuk e harroj. E keni dëgjuar me zë, pra? Po, dhe me zë. Kur Fredi Beleri më ka thënë do të vras ku janë armët, ma ka thënë shqip. Ta ka thënë ty? Po, ku janë armët se do të vras. Është zëri Fredi Beleri? Original. Si mund të heshtu me fjalë akoma? Si mundet me fjalë? Kur Fredi Beleri u kap dhe me armët e Peshpisë.
Me armët që janë përdorur në ngjarjen e parë. Me armët po. Edhe me armët e peshkpis, me numër sirije me tëra. Çfarë pritet më tani? Nuk e kuptoj pse kaq poshtë drejtësia shqiptare. Ju po e theksoni kaq shumë që të rihapen dosje, të rihapet çështja. Po, është mbyllur në këtë moment që flasin, janë të mbyllura? Po. Dosjet dhe çështja e peshkpisë. Po, është mbyllur. Është mbyllur. Dhe nuk e rihapin çështjen e peshkpisë. Nuk duan të hapin, nuk duan të hapin. Se ka shumë, ka rënjë thella aty brenda, pastaj po hap ajo çështje. Çfarë rënjesh mendoni? Ka shumë aty? Ka shumë rënjë thella. Ka shumë rënjë thella aty që do zbulohen, po të doj drejtësia shqiptare. Kush ishin, kush e dha urdhrin? Atëherë do gjendet çdo gjë më vjen. Atëherë do gjendet. Si një ushtar që keni qenë atë natë, e keni parë gjithë këtë terror të ushtruar dhe që keni parë miqtë tuaj, shokët tuaj që janë plagosur dhe kanë humbur jetën në mision, shërbim të këtij vendit. A mendoni se do të vijë e drejta në atë se çka duhet dhe ju e besoni prej ditësh? Unë kam 31 vjet që shpresoj të kjo drejtësi. Diku ka humbur shpresat, po prap them se në fundin e jelit ka dhe një dritë. Them se një ditë do ketë dhe dritë në këtë ngjarje. Cili është një mesazh juaj për shtetin shqiptar, për gjithë ata që ndoshta ju mendoni se mund të jenë ata që ta rikthejnë të dritën? Drejtësia duhet të bëhet pamundër, shteti. Mos i harroj ato viktima që ati e dhan jetën. Mos harroj atë merr që ne na bën. Mos harroj një njeri me vjal që shan, vret, ofendon shtetin shqiptar. Ku deklaron që s'është shqiptar. Kur ka sharë shqiptarët. Si mund ta lejosh një njeri të tillë? Drejtësia duhet kishte vepruar dhe shumë shpejt më parë. Se i ka të gjitha faktet. Nuk ka ku të vë më fakt ku kapet një person me armë. Nuk mulohet dielli me shosh, nuk mund të qihesh pas gishtit. Sa do të mundohesh, po jo. Unë shpresoj nga drejtësia dhe pres nga drejtësia. Po nga vetë politikanët, a keni tentuar që takoni ndonjë nga këto politikanët që ndoshta nuk janë në krahun e Fredi Belerit? Nuk ishte unë kam ashtu dhe nuk shpresoj nga politikanët. Nga politika jemi të zgjynjur. Ishim vjetë, bëm 31 vjetorin pas një lidhje me fjalë partijake, apo pas një lloj interesi. Pas një lloj interesi me partit, na hoqën simbolet shqiptare, flamurin. Hoqën fotografinë e komandant Fatmirit dhe të ushtarit Arsen Gjini, që ne vetë, si a shumë me fjalë kemi bërë. Na thanë që duhet lej për këto. Kush e hoqi? E hoqi shteti shqiptar. Po shteti shqiptar. Shteti shqiptar na kërcënoi sërish, tha, doni leje, nuk e di se kuptoj që të vesh një tuf lule, ta rikujtosh atë çështje, nuk e di çfarë leje duhet. Nuk e di çfarë leje duhet. Në Shqipëri duhet leje të veshësh flamurin shqiptar, domun. Po, na e hoqën. Simbolet e kombit. Ne na e hoqën simbolet, i vum ne. Në Shqipëri. Në Shqipëri. Ja, këtu është shteti shqiptar, kjo është politika e jonë. Që të heqësh fotografi dhe një dëshmori që ka rënë krye të dyrës dhe nuk është zgjidhur. Dhe po ta shikosh ku është sot, është turpi më i madh për politikën shqiptare me fjalë. Ku ndodhet ajo fotografi? Është turpi më i madh. Fotografia e komandantit dhe Arsenit ndodhet në banjot e Peshkpisë sot. Ndodhet në banjot e Peshkpisë? Po, në banjot dhe të kthyer sprapthi. Është e vërtet kjo? E kam edhe me video. E faktoj edhe me fakte. Isha para ca ditësh. Ishte turpi më i madh.
Këtu ka qenë banjët e repartit për shtëpisë dikur, kur unë kam qenë ushtar, dhe shoqë portreti me komandant Fatmirit dhe ushtarit dëshmorëve të dy dëshmorëve, i ka vënë në banjo një ulje madhe për shtetin shqiptar, turpi me i madh që ekziston. Kjo video është drejt për drejt. Turpi me i madh për shtetin shqiptar, një turp me i madh, nuk ka se s'ka ku të vej më. Si nuk paskin pak cip, pak moral. Për këta dy dëshmorë, që në vend që sot nderohen sot, ka dëshmorët vjen në banjë. Turpi me i madh. Ja këto janë banjët e dikushme. Me i fjalë, edhe nëse në kryet e detyrës, këta kanë përfunduar, kjo plakat ka përfunduar në banjët. Këte na hoqin me urdhër të Taulant Ballës. Kjo shequr nga policia shtetit dikur vjet, në 2024, kur ne erdhëm për vjetorin e masakrës, ku na hoqin këtë plakat, na hoqin flamujt. Tu është reparti cilët ne kemi dhënë. Kjo është fjetina ku unë e kam pasur armën në park. Kjo ka qenë. Këtu është vrarë ushtari Arsen Gjini nga banda greke. Turpi me i madh që ekziston për shtetin shqiptar. Për drejtësinë shqiptare që të gjithë janë të dështuar, janë gjunjëzuar para bandës greke. Këtu është vendi ku është vrarë komandant Fatmiri. Dhe drejtësia akoma heshtë. Edhe ne që flasim sot marrim kërcënime nga fëmijët, nga familjet, na kërcënojnë. Edhe sa duhet vazhdojmë. Këtu është dhoma e oficerin, komandantit. Shiko si është ka të ndisë ky repart. Këtu mahet bakti, këtu ka dhënë jetë dëshmorët e kombit. Këtu shkruhet dhe greqisht. Edhe pse se kuptoj se çfarë thuhet, po. Nesërisht
Që si shka ta ndisë kërë partë, si është për faqet të zezë. Pra ju ishit në postën e përshpis aty ku ka ndodhur ngjarja dhe keni parë foton e komandant Arsen Gjinit të kthyer përmbys në banjo. Po, kur vajta para ca ditësh, se vete shpesh me fjalë na ajo që më ka ngel edhe në mendje me fjalë, se në vend Arsenit mund t'isha edhe unë, mund t'kisha edhe në jetën edhe unë, edhe shumë shokët e mi me fjalë që ishin atë natë. Kur vajta që pash, qatë shikoje, foton e komandant Fatmiri dhe ushtarit Arsen Gjini, këtyre dy dëshmorëve, ishin në vend tek banjot e peshkpis, do të thot me fjalë që shosa poshtë ka rënë, që në vend që këta dëshmorë, që ka rënë krye detyrës, të nderoheshin, këta na hoqin atë plakat që ne e bëm ne vetë, edhe na çon të banjot, nuk e di se kush. Dhe kysh një ulje madhe me fjalë që dëshmorët përfundojnë në banjot. Se kuptoj me fjalë, për mua ishin shumë e rëndë jo me fjalë, ka një ulje të madhe me fjalë që të përfundosh në banjot. Imagjino ju heqin simbolet e shtetit shqiptar kur shkoni për të përkujtuar këtë ngjarje dhe jo vetëm me kaq që ato nuk mjaftohen vetëm me këtë, por shkojnë edhe I heqin. Foton e I kanë hequr. Dëshmorit e vendosin banjo dhe të kthyer përmbys. Të kthyer që mos të ekzistojë as në një gjë me fjalë nga ajo. Shiko sa poshtë ka rënë çdo gjë. Sa rregulla janë thyer edhe natë nga vetë shteti? Të gjitha rregullat. Të gjitha rregullat. Nga rregulli më i parë deri tek i fundit, si. Ku ne s'kishim një radio, ne s'kishim armë, ku ne s'kishim asgjë, si. Në një majtë malit, si mund të rri ushtari pa armë, si mund të rri ushtari pa fishek, si mund të rri pa një radio, ku aty ekziston dhe garantin, nëse do, mirë kjo që ndodhë, po nëse do smuresh një ushtar, nëse do lajmërosh, nëse do vende poshtë. Ky është e shteti shqiptar. Çfarë pret me fjalë? Ku çdo gjë është e kapur, çdo gjë është e filmuar, çdo gjë është çfarë pret sot edhe shteti. Kush janë këta persona që këta duan të prishin edhe marrëdhëniet midis dy shteteve, ku ne midis dy shteteve kemi marrëdhënie shumë të mira. Kemi miqësi, kemi çdo gjë me fjalë mes dy popujve. Këta krijojnë na përçajnë edhe si popull ne. Ku ne kemi marrëdhënie shumë mirë, kemi miqësi. Unë vetë personalisht kam njerëz që kemi bërë krushime ata me grekët. Askujt si intereson kjo të ndodh mes dy popujve. Po kush i ka ushqyer këtë përçari? Po këta janë bandat pra. Këta janë bandat që krijojnë dy shtetet. Që të krijojnë përçarje me fjalë. Midis njerëzve. Këta janë grupe kriminal. Po sot sa vend zë kjo ngjarje në mediat shqiptare dhe nga institucionet e drejtësisë? Është shumë ulë ta krahasosh. Edhe ju vetë besoj me fjalë da keni ndjekur, ke pa në një media të reagoj me fjalë për këtë çështje. Asnjë media nuk flet, asnjë media, gjithë media është e shitur, ka frikë flasi. Të gjithë kanë ai çoban nga lart. Ne vajtëm para spakut, para ca ditësh e kërkuam. Gjithë mediat ishin përballë spakut dhe asnjë media s'e reagoi. Nuk e di. Nuk u transmetuan asnjë vend ajo çka thatë atje? Më mbrapa pastaj sikur u dha çik vetëm sa u fol pak fare, sa për të thënë që ja. Aty u mbyll, aty u mbyll për njerë. Po të kishte ndodhur një diçka në Greqi, çfarë do kishin bërë mediat greke? Çfarë do kishin bërë mediat greke me fjalë? Po nga vetë qytetarët që kaloshin aty te spaku, çfarë reagimi kishin nga ata? Kur ju shihin aty me pankarta, me thirrjet që bënit, me mesazhet që jepnit. Nga qytetarët. Pra ju e tha shumë bukur që po të kishte ndodhur në Greqi, Greqia sot do ishte ose njerëz qytetarët në Greqi. Po të ndodhte një diçka e tillë në Greqi me emra, me fakte, me fytyra, me të gjitha. Shteti grek do ishte ngritur i gjithë në këmbë. Mos them se do na shpallte një luftë. Si e ka treguar edhe vetëm. E ka treguar në shumë raste me fjalë.
Nëse një shqiptar qam, një flamur të ngrej në atë vend, në shtëpi që ka pasur atje, çfarë do bëj shteti grek? Do shpalli thjesht një luftë. Një shqiptar qam nuk guxon të flasi dot të drejtën. Edhe unë Edhe unë vetë që tani flas në këto me fjalë, besoj në këto moment do jemi jo i pritur më në Greqi. Je në ngrada. Besoj se edhe unë do shpallem në ngrada. Deri vjetë një shumë me fjalë, unë isha në Greqi, kam njerëzit e mi. Kam marrëdhënie të mira me njerëz grek me fjalë. Nuk e mendoni këtë kosto që ju sjell kjo e folur, gjithë ky reagim që edhe vetë nga familjarët tuaj kanë thënë që edhe familja më ka dhënë pse flet, pse s'është edhe ti. Po të ishtin gjithë, po mua ajo që më zgjen këtu në brenda. Ajo me fjalë, si mund të harroj unë shokun tim që dha frymën e fundit, Arsen Gjinin. Si mund të harroj atë gjak që unë uloroza para me. Si mund të harroj këtë? Si mund të harrosh një gjë me fjalë që më ka ngelën mendje dhe nuk miqet në mendje. Edhe në kërcënimet që unë ka marrë, nuk ishe unë treme. Po dhe shteti shqiptar duhet të reagoj. Kush janë këta persona që na kërcënojnë? Nëse shteti shqiptar vazhdon të mos reagojë dhe drejtësia të mos reagojë, çdo gjë mund ndodhte edhe me mua, siç ndodhi me Arsenin, ose siç ndodh këtu në Shqipëri me fjalë. Ju do kërkoni vetgjysi? Shumë shpejt do të ketë vetgjysi. Se shpresa po unë. Shpresa po unë në drejtësia. Fredi Beleri mund ta marri si qesharake këtë. Ose shumë Freda Belera. Mund ta marrin qesharake këtë, po i them edhe sërish, do të ketë përballë një Rustemi të dytë. Se kështu nuk shtyhet me. Kush është ky person? Kush është ky person? Kush e mbulon këtë person? Kush e futi këtë person? Pse shteti shqiptar, kur ky na shan, kur ky na vret, kur na kërcënon, pse shteti shqiptar e lejon? Ky është turpi më i madh që ekziston edhe për shtetin shqiptar. Po për ata politikanë dhe ata njerëz që sot e marrin në fushat, që e përdorin prap figurën e Fredi Belerit duke rikthyer prap kur shihni këto imazhe. Si mund ta marrësh një kriminal, edhe sikur ti je i lartë, si mund ta marrësh thjesht fakti që se Berisha ka qenë president në atë kohë. Si mund ta marrësh një kriminal që ka vrarë djem nënash dhe ta bësh fushat? Si mund ta pranosh për kryetar bashkie një kriminal, ta emërosh kryetar bashkie ku ka dhënë atë për një kriminal? Kjo është politika jonë. Kriminalin e bën hero, edhe heroi bëhet kriminal. Dhe ju mbasni çdo lloj gjurme heroit. Sot Arsen, të falenderoj shumë për... Faleminderit edhe ju, edhe të gjithë, edhe media duhet reagojnë, edhe shteti duhet reagojnë. Shumë faleminderit edhe ju, edhe për mundimet që ju bët. Shumë faleminderit. Dhe kanalit tuaj.